jetoni në këtë lloj forme, pra në këto kushte, a keni frikë, a keni pasur momentin që e keni menduar për t'u larguar dhe çfarë ju mban ende atje? Pra, keni tentuar, e keni biseduar me familjen tuaj për t'u larguar? E para punës që edhe po të dua që të largojmë, s'kam si të largojmë. Po, se tani ka patur edhe blokadë totale të fluturimeve ajrore, por më herët, duke qenë se ju e keni parë situatën e tensionuar, ne kemi komunikuar edhe më herët. Jo, ne nuk e kemi ditur këtë situatë, vërtet ne jemi mësuar në luftë. Lufta nuk na largon nga Izraeli. Por ajo që është kryesore, kjo luftë është ndryshe nga luftrat e tjera, sepse Irani nuk është një Hamas dhe një Hezbollah, nuk është organizatë terroriste, por është një shtet i cili Izraeli kishte pyetësim gjithkohon për të vepruar, për të sulmuar, sepse është shtet që natyrisht gjithmonë ka pyetësim për të zhdukur Izraelin dhe natyrisht që ne, domethënë, jemi mësuar me këto situata. Për të larguar nuk e kemi menduar, sepse ju thash dhe një herë që në shtëpi jemi të sigurt, edhe nuk besoj që edhe në vend tjetër mund të jemë më sigurt se sa këtu. Kështu që nuk e kemi besuar një gjë të tillë, por ama vështirësia e jetës, ashtu siç pyetët, është vërtet është shumë e vështirë se të tjera, sepse vështirësia është e lidhur nga mënyra e bombardimeve që bëhet, nga mënyra domethënë që e kohës që ka shumë shpesh, domethënë në kohën që gjuha në Irani ka çdo të çerekore, ne jemi të bombarduar çdo të çerekore, duhet të jemi në ato në dhomat e sigurimit, dje kemi qenë një orë, gjatë natës kemi qenë gjithë natën, mund të them, dhe ajo që është më e vështira është kalamajt e vegjël, të cilët vërtet në qoftë se jemi në dhomat, i ngrem nga gjumi dhe natyrisht një fëmijë i vogël për fëmijët e vegjël është tmerr, domethënë, edhe sirena në mes të natës, edhe të gjitha gjërat, natyrisht që kjo situatë edhe jetën e bën më të vështirë, por prap them dhe them që ne jemi mësuar, por kjo luftë nuk është si luftrat e tjera, edhe domethënë se çfarë pamje do të marrë në vazhdim, asnjëri nuk e di, dhe natyrisht ne nuk dinim që do sulmoj Irani. Edhe për ne ishte një surprizë në 2 të natës që ndodhi diçka e tillë, edhe kështu që as e kemi menduar dhe nuk kemi folur që të largohemi, sepse tashi e para